vjedhje të energjisë, që kjo, unë s'kam ba vjedhje, kam ba rilidhje. Ata i qujtën vjedhje. Megjithatë, mu më dënun 4 muaj burg, në qoftë se majna 18 muajve nuk shlyn detyrimet e Oshërës. Ky ka qenë vendimi që ka. Unë për këtë vendim që ka marrë gjykata, unë edhe nuk i njoh ligjet se një i pa shkollë jam, por unë kërkoj ndihmë nga shteti. Sepse nuk është dëshira ime që unë mos paguaj energjinë përderisa unë e harxoj. Unë jam drejtu zyrës punës, shërbimit social këtu në Elbasan edhe në Tiranë. Zgjedhje nuk ka marrë, nuk të plus që punë nuk më kanë siguru, për dhe ndihmë ekonomike, i thes milë që i mirëpshin 35.000 lek, 36.000 lek vjetra në mujet, edhe ato kanë 14 muj që ma kanë heqë. Unë shtetit i kërkoj vetëm të me punsoj. Unë nuk e di, ti esh i pa punë, ti esh punë kërkus. Nuk pas ka si lloj detyrim shteti për ne, familjet në nevojë.